Gazetari Berat Buzhala në një lidhje të drejtë për emisionin Opinion ka treguar se ditën e djeshme është takuar në Hag me ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Buzhala u shpreh se ndaj grupit të UÇK-s po bëhen shumë padrejtësi, ndërsa theksoi se Hashim Thaçi ndodhej në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Buzhala tregoi edhe një detaj për Thaçin. Gazetari bëri me dije se nga analizat shëndetësore që janë kryer, Hashim Thaçi ka rezultuar si të ishte 13 vite më i ri. Sa kaq, Berat Buzhala tha se do të marrë pjesë në protestën e Tiranës, në mbështetje të krerëve të UÇK-s, të cilët ndodhen në Hag dhe akuzohen për krime lufte. Isha para 2 orësh në Hag, do kthehem në Shqipëri për të marrë pjesë në protestën në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s. Takova Hashim Thaçin. Hashim Thaçi më tha se kur i bën analizat shëndetësore, gjendjen e ka si të ishte 13 vite më i ri. Mungesa e konsumit të alkoolit dhe cigares ndikojnë, dieta, ushqimi që ha në mbrëmje, ushtrimet që bën, leximi dhe shkrimi i kanë bërë mirë. Nëse ka drejtësi diku, është bërë shumë padrejtësi ndaj tij dhe grupit të tij. Nëse ekziston në Grimës drejtësi, nuk ka asnjë fakt që implikon grupin, ka dështuar prokuroria në Hag për Haradinajn, Limajn. UÇK-s ka qenë një band. Sa i përket protestës, qindra autobus do të vinë nga Prishtina dhe Maqedonia e Veriut. Do të vinë në Tiranë pasi të kthehem nga Gjermania për të marrë pjesë në protestë, tha më tej Buzhala.